Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pra vetëm me vazhdu me i lexu dhe me shpjegu parimet, të cilat do t'i hasim inshallah në të ardhmen gjatë shpjegimit të akides tahawiyya. Pra parime të cilat i ka përmend ose i ka marrë Imam Ibn Abilizi gjatë shpjegimit të tij prej selefit. Dhe arritëm të parimi i 8, e cili është se mendja duhet të kufizohet dhe mos të mbështetemi në mendjen jashtë fushës në cilën Allah subhanahu wa taala ka lënë me vepru. Pra, mendjen duhet ta shohim si një mjet të kufizuar për mjeteve përmes cilës ne arrijmë njohuri dhe dije. Mirë, po kjo mendje nuk arrin me perceptu veç se, pra, me perceptu në mënyrë bindëse dhe të sigurt, veç se gjërat që janë të prekshme. Derisa çështjet edhe gjërat që janë të padukshme të gajbit, pra mendja arrin të perceptojë ato vetëm në formë të imagjinatës ose paramendimit, jo në formë të sigurt. Pra, ehlusuneti dhe selefi besojnë se do të pohohet dhe vërtetohet çdo gjë për cilën na kanë njoftuar dhe treguar tekstet, po qofshin prej Kuranit apo haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ndërlidhet dhe që ka të bëjë me çështjet e gajbit. Po të gjitha çështjet e gajbit duhet t'i besojmë edhe t'i vërtetojmë, pohojmë ato dhe t'jemi të bindur në atë që na kanë treguar. Mirë, pra selefi dhe ehlusuneti nuk ju qasen këtyre çështjeve duke hulumtuar edhe duke munduar me zbuluar dhe me ditë se si është forma e tyre, si është realiteti i tyre. Ka se këto janë gjëra që mendja nuk është e aftë që mi perceptu edhe me ditë pra qëllimin apo me ditë se cila është pra realiteti apo e vërteta rreth tyre. Dhe kur themi që ne nuk duhet të mbështetemi edhe të bazohemi te mendja në çështjet cilat janë jashtë fushës së veprimit të saj, kjo nuk do thotë që ne po e zhvlerësojmë apo po e anulojmë tërësisht mendjen. Ka se të krejt, pra muslimanët kanë ijma, kanë unanimitet që nuk ka teklif, pra nuk kërkohet që t'i zbatoj urnat e Allahut edhe të largohet prej ndalesave të Allahut ai që është fëmijë, pra që nuk ka arrit moshën madhore, edhe ai që është i çmendur. Po patjetër dohet me pas mendjen në shëndosh. Dhe gjithashtu patjetër duhet ta marrim parasysh edhe shqyrtimin apo analizën, studimin që e bën mendja. Ka se Allahu subhanahu wa taala për shembull neve na ka urdhëruar me meditu dhe përsiat mbi librin e tij, Kur'anin, ajetet që i ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo përsiate nuk mund të realizohet ndryshe veç se përmes mendjes. Mirë, po ajo që është e ndaluar është që me përdor mendjen jo në vendin e duhur ose në vendin e saj. E kjo është kur ne ose ata që pra e përdorin mendjen ose do thonë kanë shërbejnë mendjen e tyre, po e marrin se në shërbim duke argumentuar në ato mënyra që ose në atë rrugë që është kundërshtim me rrugën në cilën ka ardhur Kurani dhe Suneti. Po kjo është e ndaluar. Pra ehlusuneti dhe selefi nuk e lartësojnë shumë lart ose nuk e ngrisin shumë lart çështjen e mendjes. Edhe nuk e tepërojnë në vendimet cilat i sjell mendja, pra me të i kalu kufit. Dhe gjithashtu nuk gjykojnë që mendja është e pavarur. Edhe mjafton përmes mendjes me arrit me kuptu gjërat, ose me ditë të gjitha çështjet. Mirë, po vendin e vendosin në vendin e saj të duhur, aty ku i takon. Andaj pra mendjen e ehlusunetit dhe selefit përdoren mendjen brenda mundësive që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. E që është për shembull me shiku, me shqyrtu, me studiu pra sundimin e qiellit dhe tokës, pra kozmosin, universin, pastaj gjithashtu bëjmë ijtihad, pra me ardhur në konkluzione sa i përket çështjeve praktike, pra në adhurimet tona. Po ashtu përmes mendjes me zbulu shkencat fizike, e tjera për shkencave përmes cilave pra është për qëllim ose kiet për qëllim që me ngrit, me lartësu edhe me zhvillu shoqërinë
E kështu me radhë. Kjo tregon se dija që kanë pas ehli suneti ose selefi ka qenë dije plot, pa ata kanë qenë larpams, edhe të menduarit e tyre ka qenë i shëndosh. Ka se sikur të kishin mendje që përmesoj me shpjegu edhe me sqaru çdo gjë, po të gjitha çështje pa përjashtim, atë nuk është pas nevojë që Allah subhanahu wa taala me nisë dhe me dërgu pejgamber apo me zbrit libra. Për këtë arsye Ibn Khalduni, Allahu mëshiroft, në librin e tij Muqaddime thot: "El-aqlu mizanun sahih. Fa ahkamuhu yaqiniyatun la kadhiba fiha." Mendja është një peshore e saktë. Edhe gjykimet, vendimet që i sjell mendja janë bindse, të sigurta, nuk ka gënjeshtra në to, nuk ka rana. Ghayra annaka la tatma'u an tazina bihi umur at-tauhid wal akhirah wa haqiqat an-nubuwah wa haqa'iq as-sifat al-ilahiyya. Mirë po thotë ti nuk mund të shpresosh që përmes mendjes me i peshu çështet e tauhidit, po njohshmërisë së Allahut apo të botës tjetër, apo me ditë për mësoj realitetin e pejgamberisë, pra shpalljes të Allahut subhanahu wa taala, apo me ditë realitetin e atributeve të Allahut subhanahu wa taala, cilësive të tij. Wa kullama wara'a tawrihi, dhe çdo gjë që është jashtë kufive të mendjes, përmes mendjes nuk mundesh me arrit me perceptu ato. Fa inna dhalika tama'un fi muhal, qase nëse shpeson kështu thotë kemë shpesuar një gjë që është e pamundur të arrihet. Wa mithalu dhalika mithalu rajulin ra'a al-mizan alladhi yuzanu bihi dhahab fa tami'a an yazina bihi al-jibal. Thot shembulli për këtë është sikur shembulli i atij personi që e ka pa atë peshorën përmes cilës matet edhe peshohet floriri. Edhe ai shpreson që përmes kësaj, pra lakmon që përmes kësaj peshore mi matet edhe kodrat, malet. Po kjo është një gjë e parritshme ose e pamundur të realizohet. Prandaj thot wa hadha la yadullu ala anna al-mizana fi ahkamihi ghayru sadiq. Kjo nuk tregon thotë që peshorja nuk është e saktë dhe kur na jep ato matjet e saj. Walakin al-aqla qad yaqifu 'indahu, mir po mendja thotë ndalet aty. Nuk mundet më shkumani, pra aty ka kufinin. Wa la yata'adda tawruhu hatta yakuna lahu an yuhita billahi wa bi sifatihi. Thotë mendja nuk mund ta kaloj kufirin e saj, që pastaj ajo thot me përfshi Allahun edhe cilësitë e atributet e tij. Nuk ka mundësi mendja njeriu me përfshi Allahun, pra qenien e Allahut edhe cilësitë e atributet e tij. Fa innahu dharratun min dharrat al-wujud al-hasil minhu. Ka sa thot mendja është një grimc, për grimca shumë të krijesave që ekzistojnë në këtë univers. Është një grimc e vogël që Allah subhanahu taala ka krijuar në këtë univers. Po nuk mundet me përfshi mendja Allahun dhe cilësitë e atributet e tij. Po realitetin e tyre është fjala me ditë se janë ato. Gjithashtu As-Sarhandi e ka në libër Risale thot inna tawra an-nubuwati wara al-aqli wa at-tafkir. Kufiri i pejgamberis, pra kur Allah ka thënë pejgamberit ju ka shpallje, kjo është i jashtë ose kufiri sa është larg jashtë mendjes edhe të menduarit. Po mendja edhe të menduarit e njeriut nuk mundet me arrijë me him brenda këtij kufiri. Po është i kufizum. فالحقائق التي يعجز العقل عن إدراكها تأتي النبوة لتثبيتها وتحققها. Prandaj thot realitetet dhe të vërtetat që mendja nuk ka mundësi mi perceptu, nuk ka aftësi mi perceptu, vjen thot shpallja edhe i pohon ato dhe i vërteton. ولو كان العقل كافيا وحده لما بعثت الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. ولما ربط عذاب الآخرة ببعثتهم. Thot sikur të shkmjaftu mendja për çdo gjë, po me kuptuar dhe me perceptuar çdo gjë, po të kesh qenë mendja e vetme që mjafton, atëherë thotë Allahu nuk i kish dërguar pejgambert. Dhe nuk e kish kurzu dënimin e ahiretit me dërgimin e pejgamberëve. Pastaj sjell ajetin ku Allah thotë: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Na nuk i dënojnë njerëz, nuk i ndeshojmë derisa t'ja nisim dhe t'ja çojmë një pejgamber. Wal aqlu hujja, walakinahu laysa bi hujjatin balighatin wa laysa fi hujjatihi bi kamil. Thot mendja është argument. Mirë po thot nuk është argument i fuqishëm, mjaftueshëm, dhe nuk është argument i plot.
وقد تحققت الحجة البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم فقطعت ألسنة المكلفين وقضت على معاذيرهم. Thot argumenti I plot që e ka fuqinë e plot, thot është realizuar me nisjen dërgimin e pejgamberëve, po me shpalljen e Allahut. Kjo është argumenti I plot. Prandaj thot përmes kësaj Allahu subhanahu wa taala I kanë heshtur zërat ose gjuhët e njerëzve. Pra ata nuk kanë argument para këtij argumentit Allahu subhanahu wa taala që e ka ngrit kundër njerëzve, po shpalljen që e ka shpall përmes pejgamberëve. Po përmes kësaj Allahu subhanahu wa taala thot I ka asgjësu të gjitha arsyetimet dhe justifikimet e njerëzve. Prandaj Allahu subhanahu thot yaqulu Allahu taala, Allahu ka thënë, Allahu I lartësuar thot rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima. Allahu ka nis dhe ka të dërguar po pejgamber të cilët kanë sjellë lojë të mira edhe kanë qenë paralajmërues në mënyrë që njerëzit mos kenë argumente, fakte para Allahut subhanahu wa taala, dëshmi pas dërgimit të pejgamberëve, mos kenë argumente me thonë valla nuk e kemi ditë vërtetën ose s'na ka ardhur vërteta kështu më radh. Do thotë Allahu subhanahu wa taala është I plotfuqishëm dhe I urtë. Pastaj vazhdon thotë walamma thabata ajzu al-aqli wa qusuruhu fi ba'd al-qadaya falaysa min al-mustahsani an tuzana jami'u al-ahkam ash-shar'iyyah fi mizan al-aql. Thotë përderisa është vërtetuar që mendja është e paaft edhe është e mangët në disa çështje. Edhe në çështjet e kësaj bote, pra nuk mundet me arrit mendja çdo gjë me ditë. Përderisa është kështu, thotë kjo është e vërtetuar, atëherë thotë nuk është rrugë e duhur edhe e saktë që përmes mendjes me I peshu ose përmes peshores së saj me I peshu çështjet fetare, çështjet e fesë. وإن محاولة التطبيق بين العقل وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة والتزام ذلك والتقيد به حكم بكفاية العقل وغناه وإنكار للنبوة أعاذنا الله تعالى منه. Prandaj thot, nëse dikush mundohet përpiqet që me bë pajtueshmëri të plot mes mendjes edhe mes gjykimeve edhe vendimeve fetare, dispozita fetare, do thot për herë me pas pajtueshmëri të plot mes tyre. Dhe pastaj thot I përmbahet kësaj dhe nuk I shkputet, pra nuk ndahet prej kësaj rruge, thot kjo është me gjyku që mendja e njeriu të mjafton. Po nuk ka nevojë për shpallje, edhe për dispozita që mi zbrit Allah subhanahu wa taala njerëz. Po që mendja e njeriu është vetë mjaftueshme edhe mjafton për çështjet fetare. Mirë po thot njëkohësisht kjo është edhe me mohu, edhe me refuzu pejgamberin, pra shpallën që Allah subhanahu wa taala ka dërguar pejgamberëve. Allah na ruaj prej kësaj. Gjithashtu thot إن إخضاع أخبار الأنبياء الصادقة للطريقة العقلية للبحث والتأمل والتحقيق والتوفيق بينهما إنكار في الحقيقة للنبوة. Thot përcjelljet, lajmet, transmetimet e sakta që na kanë ardhur pejgamberëve. Nëse këto thot ja I nënshtrojnë andaj mendjes, rrugës së logjikës mendjes, që ajo pastaj me hulumtu, ajo me meditu rreth tyne edhe me I vërtetu, a mi pranu apo jo, edhe pastaj mu mundu me bë pajtim mes mendjes dhe tyre, thot kjo realisht është me mohu edhe me refuzu shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. فالاعتماد في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع الكامل والإيمان الصادق بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات من غير طلب الدليل والبرهان. Prandaj thot, ajo që do të merret për bazë në këto çështje, pra në çështjet që janë jashtë kufive të mendjes, është ajo që do të merret për bazë është pasimi I plot, pa kushte I pejgamberëve. Dhe besimi I vërtetë dhe sinqert ndaj pejgamberëve ose përcjelljeve që kanë ardhur prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, pa kërku thot për këto prova dhe dëshmi. Pa kërku prova edhe dëshmi. Wala yadhunna dhanun anna tariqata an-nubuwati tu'aridu tariqa al-aql. Thotë mos mendon dikush pas kësaj që e tham, pra më lart që rruga e pejgamberëve e kundërshton rrugën e mendjes. Pa kundërshton mendjen.
لا بل إن طريق العقل وهو النظر والاستدلال لا يؤدي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إلى هذا المقصد الرفيع. Thot nuk është kështu, pra rruga pejgamberëve nuk e kundërshton mendjen. Përkundraz, mirë po thot ajo që duhet me kuptu është se metoda ose rruga e mendjes, që është për shembull shqyrtimi, argumentimi, hulumtimi kështu me radhë, pa pasimin e pejgamberëve, edhe pa ndjekjen e tyre nuk e çon njeriu me realizu këtë synim kaq të lartë. Po që është besimi në Allah, njohja e Allahut e kështu me radhë. Po mendja vetme nuk e çon njeriu me arrit me realizu këtë synim të lartë edhe sublim. Po pa kjo mendja pa e pasu rrugën e pejgamberëve edhe pa ndjek nuk ka mundësi me arrit të thonë në këtë qëllim dhe synim të lartë. Pastaj thot el-muaradatu shay'un wal-'ajzu wal-qusuru shay'un akhar. لأن المعارضة لا تتصور إلا بعد القدرة والتمكن. Thot me thonë që mendja e kundërshton rrugën e pejgamberëve, po shpalljen është një gjë tjetër. Kurse me thonë që mendja është e paaftë dhe e mangët, kjo është një gjë tjetër. Nga se thot kundërshtimi vjen ose mund të imagjinohet edhe të paramendohet vetëm atëherë kur tjetri pra ka fuqi dhe ka forcë, ka kompetenca që me kundërshtu tjetrën. E mendja pra nuk është e tillë kur krahasohet me shpalljen prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj parimi i nëntë është që selefi e kanë pranuar atë që quhet qiyasul aula, analogjinë parsore. Po kur ka të bëjë me pohimin apo mohimin e atributeve dhe cilësive të Allahut. Po Allahu subhanahu wa taala i takon ashtu që ka në tekste el-mathalul a'la, shembulli më i lartë, cilësitë më të larta. Dhe Allah subhanahu wa taala këtë gjë ka pohu për veten e tij në 3 vende në Kur'an. E para, Allah subhanahu wa taala thot lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-saw wa lillahi al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Ata cilët nuk e besojnë botën tjetër, atyre cilët nuk besojnë botën tjetër, ju takon shembulli më i keq ose shembulli i keq. Kurse Allahut i takon shembulli më i lartë. Allahut i takon shembulli më i lartë në qiell dhe në tokë. Edhe Allah është i plotfuqishëm i urti. Në ajetin tjetër Allah subhanahu wa taala thot wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Allah është ai i cili e zë krimin, pra që e ka fillu krimin edhe që e përsërit ato. Pra kur të ringjall njerëz. Edhe kjo është më e lehtë për të. Pastaj thot wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Allah i takon shembull më i lartë në qiell dhe tokë, edhe Allah subhanahu wa taala është i plotfuqishëm dhe i urti. Ajeti 3 Allah thot lejse kemi mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk i Allah ati, pra Allah nuk i shembellon asgjë, dhe ai është dëgjuesi ose gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Pra analogjia parsore ose më parsore është metodë për meselës pohohet përsosëria e Allahut subhanahu wa taala. Kuptimi i kësaj është se nëse një cilësi ose atribut tregon përsosëri për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, atëherë Allah është më parsor me pas atë cilësi. Është më meritor me pas atë cilësi. Ka se Allah subhanahu wa taala i takon shembull më i lartë, që është e lexuar në ajetin më lart. Allah subhanahu wa taala i takon shembull më i lartë në çdo përsosëri në cilën nuk ka mangësi. Pra, përsosëria dhe mangësia ose përsosëria dhe jo përsosëria janë është ai boshti kryesor rreth cilit vërtetet qëndrimi i selefit në raport me pohimin apo mohimin e atributeve dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çdo gjë që përfshin përsosëri, në të cilën nuk ka mangësi, që është më lart Allah subhanahu wa taala është më meritor dhe më parsor me pas atë cilësi. Çdo gjë në cilën ka mangësi prej atributeve dhe cilësive të krijesave, apo është e përsosur, mirë po nga një aspekt përfshin mangësi, atëherë Allah subhanahu wa taala është më parsor që të lartësohet dhe të pastrohet pe asaj cilësie. Po që të jetë i lartësuar dhe i pastër pe asaj cilësie të mangët. Po pastaj tjetra çështje që duhet me ditë, që është më rëndësishme me ditë këto është se kuptimi i përsosërisë dhe mangësisë, po e kem për obligim kuptimin e përsosërisë dhe mangësisë me e marr prej fesë, prej teksteve fetare, në mënyrë që ne mos me ron gabim
edhe me cilësu Allahun subhanahu wa taala, pra dikush me mendu që kjo është përsosuri për Allahun subhanahu wa taala, duke bërë analogji që është përsosuri të krijesat. Mirë, por realisht, domthonë ajo nuk është përsosuri të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çka është përsosuri, çka është mangësi, këto duhet e kemi obligim me marr prej teksteve fetare. Dhe për gjërat ose cilësitë të cilat ka hesht feja, po tekstet fetare, as nuk i ka mohu, as nuk i ka pohu, edhe mendja nuk ka mundësi pra mi pohu dhe mi mohu ato, edhe ne duhet heshtim. Prandaj ne e pohojmë për Allahun subhanahu wa taala, i pohojmë ato cilësi për cilat kemi dije dhe njohuri që ato janë pohuar në Kur'an dhe Sunet, që kemi përmendur derisa ne kalum. Edhe i mohojmë ato cilësi për cilat kemi dije, edhe argumente që janë mohuar në Kur'an dhe Sunet. Për tjerat heshtim. Parimi i 10 është se selefi i kanë specifikuar shprehjet apo termet për cilat ka pas mos pajtimi mes tyre dhe sekteve tjera. Po sekteve që i kanë kundërshtuar Ehli Sunetin, se dhe i kanë përcaktuar domethënë edhe kuptimin e tyre. Kësaj çështje i kanë kushtuar shumë rëndësi selefi. Ka se shumë prej sekteve argumentojnë me fjalë, me terme, të cilat janë dyshimta, të paqarta, edhe janë të përgjithshme apo përmbledhëse. Dhe përmes tyre ata i kundërshtojnë tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Por këto shprehje kanë në Kur'an dhe Sunet, edhe të fjalët e selefit. Mirë, po kanë me kuptime tjera, me domethënie tjera, jo me ato kuptime të cilat i kanë pas për qëllim pra kelamistët, ata historisë ose pasues të ilmul kelamit. Për shembull, shprehja apo fjala tauhid, edhe el-wahid që Allah është një, te kelamistët domethënë ai që nuk ka cilësi. Kështu e kanë, po ata e kanë shpjeguar se i kanë dhënë kuptim kësaj fjale. Apo ai që për të nuk dihet asgjë. Apo ai që nuk shihet, e kështu me radhë. Mirë, po ne e dimë që tauhidi, me cilën ka ardhur i dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithë pejgamberët e tjerë, përfshin edhe përmban një gjë tjetër, jo këtë mohim cilën ja kanë dhënë kelamistët. Mirë, po dohon tauhidi e përfshin pohimin e ilahijes për Allahun subhanahu wa taala, pra që Allah është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Pra me dëshmu që la ilaha illallah, pra që nuk ka të adhuruar meritor dhe me drejt përveç Allahut. Pra që askush përveç tij nuk do të adhurohet, të askush përveç tij nuk do të mbështetemi, për askën tjetër përveç tij nuk do të miqësojmë dhe të armiqësojmë apo të urrejmë, dhe nuk do të veprojmë asnjë vepër adhurim tjetër veç se për hir të tij, e kështu me radhë. Kjo është pra gjithashtu për këto përfshihet të tauhidi edhe ato cilësi, emra dhe cilësi që Allah subhanahu wa taala i ka pohuar për veten e tij. Pra, sa i përket këtyre fjalëve ose termave, këto janë dy lloje. Lloji i parë është ajo që ka në Kur'an dhe Sunet. Prandaj besimtari ka obligim që çdo shprehje ose fjalë që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunet me e pranu, me miratu, me besu, edhe me pranu kuptimin që rrjedh pashmangshëm prej asaj fjale. Pa që rrjedh detyrimisht prej asaj fjale. Prandaj pra besimtari duhet me pohu atë që Allah dhe i dërguar e tij e kanë pohu për Allahun subhanahu wa taala. Dhe pastaj prej dijes së plot është që te me hulumtu se cili ka qenë qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë që i ka thonë. Që te pastaj me pohu atë që e ka pohu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po me mohu ato domethënë edhe kuptimet që i ka mohu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa fjalët edhe termet, shprehjet që nuk kanë në Kur'an dhe Sunet, edhe as selefi nuk kanë pajtueshmëri në pohimin edhe mohimin e tyre, atëherë as kujt nuk i takon që të pajtohet me mohimin apo pohimin e dikujt tjetër kur i sjell këto fjalë, përderisa nuk kërkon sqarim shtesë prej tij. Çka ke për qëllim me këto fjalë? Nëse fjalët e tij kur i thot janë përputhje, pra qëllimi i tij është në përputhje me atë që ka ardhur pra te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë e pranojna, edhe e miratojna. Mirë, po nëse ai me ato fjalë ka për qëllim diçka tjetër, që është kundërshtim me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë na e refuzojna. Këto e shpjegon më së miri Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në librin e tij
ta'arud al-aql wa an-naql. Po është libër që tregon se nuk ka kundërshtim mes mendjes edhe teksteve fetare. Pastaj thot: "Wa idha kana al-mutakallimu fi maqam al-ijabati liman 'aradahu bil-'aql wa idda'a an al-'aqla yu'aridu an-nusus fa innahu qad yahtaju ila hall shubhatihi wa bayan butlaniha." Thot, nëse ai që flet është në një pozicion që do të mi kundërpërgjigj atij I cili pretendon, ose ai I cili e kundërshton përmes mendjes, apo pretendon që mendja I kundërshton tekstet, po është në debat me kësi personi. Atëherë thot, në disa raste ky ka nevojë që atij mja largu këtë paqartësi, këtë dyshim, po mja zgjidh këtë problem që e ka, edhe mja sqaru që këto pretendime tua janë të kota dhe të pavërteta. Mirë po thot pasaj, fa idha akhadha an-nafi yadhkuru alfadhan mujmalatan mithlu an yaqul law kana istawa 'ala al-'arsh lakana jisman aw murakkaban wa huwa munazzahun an dhalik. Mirë po thot, nëse ai pasaj fillon ky që I mohon cilësitë e Allahut, fillon me përmend kësi shprehje, fjalë përgjithshme, do të përmbledhse, për shembull me thon sikur të ishtë lartësu Allahu mbi arsh, atër kjo I bie që Allah është trup, apo I bie që Allah është I përbër prej pjesëve, edhe Allah është I lartësuar për kësaj. Ose thot, walau kana lahu ilmun wa qudra lakana jisman, sikur të kesh pasur Allahu dije dhe forcë, fuqi, atër I bie që Allahu është trup, wa kana murakkaban, edhe është I përbër, wa huwa munazzahun an zalika, Allah është I lartësuar për këtyre gjërave. Po këto dyshime I hasni nëse ju bjen me debatu me kësi persona. Pastaj thot, walau khalaqa wastawa wa ata, gjithashtu nëse ai bjen tjetrën dyshim, thot, sikur të kishin që Allahu krijon, ka kriju, edhe pastaj është lartësuar mbi arsh, apo që Allahu vjen për ditën e gjykimit. La kanat tahulluhu al-hawadith wa huwa munazzahun an dhalik. Atëherë kjo I bie që te Allahu ndodhin gjëra të reja. Edhe Allah është I lartësuar për kësaj. Nga se sipas tyre Allah Taala është I pa fillim, edhe gjitha cilësitë e tij janë të pa fillim, po nuk ndodhin do thonë me vonë. Po nga se këta I quhen hawadith, po gjëra të reja që nuk mundën me ndodhë te Allahu, ose prej Allahut. Pastaj thot, walau qamet bihi sifat la halathu al-a'rad wa huwa munazzahun an dhalik. Edhe nëse themi që Allahu ka cilësi, atributa, atëherë kjo I bie që te Allahu ose prej Allahut më ndodh ato që këta I quhen al-a'rad, pra që janë si veti apo ndjenja kështu më radh. Thotë Allah është I lartësuar pi këtyre. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thot, fa huna yastafsilu sa'il wa yaqul madha turidu bi hadhihi al-alfaz bi hadhihi al-alfaz al-mujmala. Te thon këtë rast duhet me kërku pitina shtjellim ose sqarim me shtesë. Po me shpjeguaj, me sqaru fjalët e tij. Çka ki për qëllim me këto fjalë dhe shprehjet përmbledhës, kështu të përgjithshme që përmbledhësh, kështu të pasqaruara. Fa in arada bihi haqqan wa batilan qubila al-haqqu wa rudda al-batil. Nëse përmes këtyre fjalëve ka për qëllim edhe të vërtetën edhe të kotën, thotë ne ja pranojmë të vërtetën, ja pranojmë të vërtetën, e refuzojnë të kotën. Pastaj sqaron thotë mithlu an yaqul, sikur për shembull thotë ana uridu bi nafyi al-jismi nafya qiyamihi bi nafsihi wa qiyam as-sifati bihi wa nafya kawnihi murakkaban. Nëse ai thotë kuron e mohoj prej Allahut trupin, po që Allah nuk ka trup, e kam për qëllim që me mohu që Allahu qëndron vet, apo me mohu që Allahu ka cilësi dhe atribute. Dhe gjithashtu me mohu që Allahu subhanahu taala është I përbër pi pjesëve. Fa naqul, atëherë thashë Elosami ne I themi atij, huwa qa'imun bi nafsihi wa lahu sifatun qa'imatun bihi. Po ne I themi atij Allahu qëndron vet, edhe Allahu subhanahu taala ka cilësi që qëndrojnë në të, po ka cilësi me cilat atribuohet ose cilësohet Allah. Wa anta idha sammayta hadha tajsiman lam yajuz an ad'a al-haqq alladhi dalla alayhi sahihu al-manqul wa sarihu al-ma'qul li ajli tasmiyatika anta lahu bihadha. Thotë te nëse kët e quan trupzim, po
që Allahut më dhon trup, thotë unë nuk më lejohet që me refuzu këto, ose me lanë të vërtetën për cilën kanë tregu edhe tekstet e sakta, për Kurani dhe Suneti, edhe mendja e pastër, mendja shëndosh. Po nuk më lejohet unë me refuzu ose me lanë këtë vërtetë vetëm se ti po e qunë me këtë emër, po thu që kjo tregon për se Allah është trup. Wa amma qawluka laysa murakkaban fa inna aradta bihi annahu subhanahu rakkabahu murakkibun aw kana mutafarriqan fatarakkaba wa annahu yumkinu tafarruquhu wa infisaluhu fa Allahu ta'ala munazzahun an dhalik. Derisa thot me atë fjalën e fundit që e tha që Allahu nuk është i përbërë për pjesëve, nëse e ki për qëllim që dikush i ka bashku pjesët e tij apo ka qenë ndar pastaj i bashku këto pjesë apo që ka mundësi që këto pjesë të ndahen, atëherë thot për gjitha këtyre Allahu subhanahu taala është i lartësuar dhe i pastër. Për këtyre cilësive negative dhe të këqija. Wa in aradta annahu mawsuhun bi sifatin mubayyinun lil makhluqati fa hadha al ma'na haqq wa la yajuzu radduhu li ajli tasmiyatika lahu murakkaban fa hadha wa nahwuhu mimma yujabu bihi. Ata nëse me këtë fjalë ki për qëllim që Allahu është i cilësuar me atribute, po që ka atribute edhe që qëndron larg krijesave të tij, i ndarë për tyre, e aty po e quan që përderisa jo po i pohani cilësitë e Allahut, i bie që është i përbërë, thot, nëse ki për qëllim që Allahu ka cilësi, edhe ti bodon mi mohu këto cilësi të Allahut, atëherë thot kjo është e vërtetë, pra që Allahu ka cilësi, atribute edhe që qëndron larg apo i ndarë për krijesave të tij. Edhe mu thot nuk më lejohet që me refuzu këtë të vërtetë për shkak se ti po e quan murakkab, pra që është i përbërë. Në këtë mënyrë do të më ju përgjigj të gjitha këtyre fjalë apo shprehjeve që ata i sjellin pra që janë përmbledhëse edhe që nuk i sqarojnë. Po ashtu në një vend tjetër, në libër tjetër që është Mejmuatu ar-Rasail wal Masail të Sheikhul Islamit thot: فليس لأحد أن يقول إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل المفترين. Thot askuj nuk i takon që të thot, të besoj dhe të thot që fjalët cilat kanë ardhur në Kur'an janë të vendosura për disa kuptime dhe domethënie të caktuara, që ky ka në mendjen e tij. Pastaj thot mundohet edhe dëshiron apo ka për qëllim që qëllimin e ajeteve të Allahut, pra qëllimin e Allahut kur i ka zbrit ajetet, me i komentuar dhe me shpjeguar mbas tyre domethënie edhe kuptimeve që ai ka vendos. Thot kjo është kështu veprojnë ata që shpifin për Allahun, edhe për fenë e Allahut. Fa inna haula'i amadu ila al-ma'ani wa dhannuha thabitatan faj'aluha hiya al-ma'na al-wahid wal-wujub wal-ghina wal-qidam wa nafy al-mithl. Ka sa thot këta, pa ka fjalën për kelamistët, thot ja kanë mësy, po i kanë pas për qëllim synim disa kuptime domethënie, për cilat kanë menduar që janë të pohuara dhe të vërtetuara, të sakta. Edhe pastaj thot me këto domethënie i kanë shpjeguar fjalët që për shembull el-wahid që Allah është një, apo el-wujub që Allah ekziston detyrimisht, apo el-ghina që Allah është i vetëmjaftueshëm, apo el-qidam që Allah është i pa fillim, apo nafy al-mithl që Allah nuk i përngjason asgjë. Thumma amadu ila ma jaa fi al-Qur'an min tasmiyati Allah bi annahu ahadun wa wahid wa nahwa dhalik ونحو ذلك من نفي المثل بالكفر فقالوا هذا يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء وهذا من أعظم الافتراء. Pastaj thot, pasi që i kanë sjellë këto shprehje dhe këto fjalë, këto domethënie të tyre, janë kthy edhe ja u kanë mësy teksteve të Kur'anit, në të cilat Allah subhanahu wa taala quhen veten që është ahad ose wahid, që kanë ardhur ajetet, apo ajete të tjera të cilat do thonë Allah e mohon që dikush i përngjan atij, ose i shëmbëllon, apo që është i barabartë me të, edhe thonë këto tekste tregojnë për kuptimet e domethëniet e atyre gjërave ose atyre emrave që ne i kemi, atyre fjalëve që ne i kemi emërtuar me emrat tonë ose me emërtimet tona që i përmendëm më lart.
Thotë Shejkhul Islami, kjo është për shpifje më të madhe që mund dikush me bë për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj kemi edhe parime tjera, mirë po për sonte po mjaftojmë me kaq. Në radhë është parimi 11, parimi 11 të selefi, të cilët e kanë përcaktuar ose e kanë specifikuar domethënien e fjalës mutashabih. Po çka do të thonë mutashabih që ka në ajete, pra ajetet që janë mutashabihe, që janë të paqarta. Edhe pra selefi kanë sqaruar që Kurani i gjithë është i qartë. Edhe i gjithë mund të komentohet dhe të shpjegohet. Nuk ka ajete në Kur'an që janë paqarta për të gjithë njerëzit. Këta inshallah do ta shpjegojmë më në detaje në dersën e ardhshëm. Allah e di më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.